Nga qytetet antike dhe fshatrat karakteristike prej Gurit tek malet madhështore me ujëra të kristalta të Rivierës, Shqipëria po shndërrohet gjithnjë më shumë në një nga destinacionet më të rejse turistike në Europë, kur është koha më e mirë për ta vizituar, si të lëvizni dhe cilat janë vendet që nuk duhen humbur. Përgjigjet i sjell media italiane Idealista, e cila e përshkruan vendin si një destinacion ku historia, natyra dhe deti ndërthuren në mënyrë të përkryer. Në Shqipëri, amfiteatrot romak shfaqen mes ndërtesave moderne, fshatrat prej Guri mbikëqyrin malet e thepisura, ndërsa xhamit dhe kishat ndajnë të njëjtën lagje në harmoni të plot, shkruan media italiane. Sipas saj, brenda pak orësh mund të kalosh nga brigjet e Adriatikut në ato të Jonit, nga teleferiku që fluturon mbi çatit e Tiranës tek syri i kaltër, burimi me ngjyrën karakteristike blu në zemër të pyllit. Pikërisht ky larmi peizazhesh dhe përvojash e bën Shqipërinë një vend të afërt, të lehtë për të eksploruar dhe plot surpriza, ideal për çdo që dëshiron të kombinojë pushimet në det me historinë, kulturën dhe natyrën në të njëjtin udhëtim. Gjatë artikullit të renditen 15 destinacionet kryesore nga veriu në jug, me sugjerimet se si do t'i kombinoni e kur është periudha më e mirë për të udhëtuar. Në artikull Shqipëria detajohet se lagjet nga deti Adriatik dhe Aion, ndërsa brendësia e saj është kryesisht malore, duke bërë që udhëtimet të zgjasin edhe më shumë, edhe pse distancat nuk janë të mëdha. Për një vizitë të parë që përfshin detin, qytetet e mbrojtura nga UNESCO dhe eksplorimin e maleve shqiptare rekomandohen të paktën 7 deri në 10 ditë, e nëse keni vetëm 3 apo 4 ditë, është më mirë të përqendroheni tek Tirana dhe zonat përreth saj. Gjatë verës, Riviera shqiptare nga Vlora e deri në Ksamil është destinacioni më i preferuar, ndërsa veriu dhe zonat malore mbeten më të frestat. Bëritja në Shqipëri përshkruhet si e thjeshtë, fluturimet direkte zbresin në Tiranë, ndërsa tragedet lidhin Italinë me Durrësin dhe Vlorën, një zgjidhje praktike për ata që udhëtojnë me makinën e tyre. E për të lëvizur, makina personale ose me qera ofron lirinë më të madhe dhe mundëson vizita në plazhe dhe parqe natyrore. Rrugët kryesore janë përmirësuar ndjeshëm, megjithatë disa akse malore mbeten të ngushta e me kthesa të shumta. Për turistët që udhëtojnë nga Italia, për hyrjen në Shqipëri mjafton karta e identitetit e vlefshme për udhëtim jashtë vendit ose pasaporta. Mes Vlorës dhe Imarës, parku kombëtar i Llogoras ngrihet mes pishave, bredhave dhe frashërve deri në qafën panoramike me pamje mbi detin Jon. Zona është shumë e frekuentuar nga adhuruesit e ecjeve në natyrë, ciklizmit dhe hedhjes me parashut. E mes faunës spikasin shqiponjat, shgabat, thëllëzat dhe shumë lloje të tjera shpendësh grabiqar. Bregdeti jugor përshkruhet si një bregdet me imazhin më të njohur të Shqipërisë, por pas plazheve fshihet historia, pika panoramike dhe tradita kulinare mesdhetare. Vetëm pak kilometra larg detit ndodhen faltoret, pazaret dhe taracat me pamje nga lagunat që e bëjnë udhëtimin edhe më të pasur. Vlora aty ku takohet Adriatiku dhe Joni. E pikërisht Vlora është pikalidhse mes qyteteve dhe baza ideale për të eksploruar Rivierën sipas medias italiane. Në qytet ndodhet xhamia e Muradijes e shekullit të 16, që i atribuohet arkitektit të famshëm Osman Mimar Sinan. Në majën më të lartë ngrihet teqeja Bektashiane e Kuzumbabait, nga ku hapet një panoramë e gjerë mbi bregdetin dhe kodrat. E mes plazheve më të frekuentuara janë plazhi i vjetër, plazhi i ri dhe zona e njohur si Bora Bora, megjithse shumica e turistëve përdorin Vlorën si piknisje drejt gjireve më të qeta.